Korridorët janë të zbrazëta e radhë të pritjes nuk ka. Kësaj se cila grua që ja mësyen qendrës kryesore të mjekësisë familjare në kryeqytet për mamografi e kryen atë menjëherë. Kjo si shkak i disa rregullave që janë vendosur në këtë qendër e të tjerat që janë deg të saj. Po bëjmë orarin që secila grua që do të më ardh e ka orarin e caktuar dhe s'ka nevojë fare me prit. Për këtë arsye po kujdeset ekipi i radiologjisë, cilin po falenderoj publikisht na. Sipas drejtorit të shëndetësisë në kryeqytet, fushata sensibilizuese kundër kancerit të gjirit që zhvillohet çdo vit ka ndikuar në informim të grave e vajzave, ndonse ende ka nevojë për të tilla. Aktivitetet që kemi bërë gjatë kësaj periudhe kanë ndikuar që me urrit numri mamografive dikon mbi më shumë se 100% gjatë këtyre 3 viteve. Po i ftoj gjitha gratë mbi moshën 40 vjeçare që të vinë ata bëjnë mamografinë. Edhe në këtë tetor roz, profesionistët shëndetësor janë të përgatitur për ta njoftuar secilin pacient. Çdo vit do të thotë në tetor ne jemi të përgatitur, domethënë për pranimin e grave dhe vajzave të reja për kontrollat e vazhdueshme. Ndërkohë, është inkurajues fakti se numri atyre që u prekën nga ky malinjalitet në nivel vendi nuk u rrit. Kjo të paktën sipas Ilir Kurtishit, që është drejtori i onkologjisë në QKUK. Kemi regjistruar në kancerogjistin klinik rreth 330 femra me kancer të gjirit, që është numër i njëjtë pavarësisht me vitin 2024. Dhe shpresojmë që deri fund vitit ky numër të mos jetë më i lartë se sa që ishte në vitin 2024. Edhe me këto shifra, Kosova shënon për të parë një stabilitet sa i përket numrit të rasteve të reja me kancer të gjirit. Por Kurtishi thekson se shqetësuese mbetet prekja e moshave të reja, andaj apelon që të bëhet më shumë në diagnostifikim në fazat më të hershme.